Ti qetë në herë, se kele të pi vetëm rëpt. Të pi dhe... Jo e qetë. Të pi dhe qetë. Po, u ko mama dhe lokarin Pino Lana. Që të? E ka Milo Lana. Erdi në mërgullat e shumish dhe unë duhet të iki shpet e shpet, sepse jo vetëm sot është festa Tirana Loves, që është një feste ku janë përfshirë 14 lokale ndryshme. Është vërtet apo jo? Po. Te për gjithë që prandin për të parë jam transmetim live në radio, kështu që mos i bie telefon për pak çaste ti. Për 2 orë çaste. Dëshë ëngri telefonin. Më duhet të ikë sepse kam një super shitje sot. Çfarë shitje ke më Sako? Sot do shes Savicevicin. Savicevic. Lojtari në Milanit. Sako më trego si është dita jote e Shën Valentinit. Jo, në mëngjes me afshin tënd. Gjithë vetë stande të Jon, Sako, është vërtet që Savicevic ka një biznes shet Kranvice? Po, Savicevic. Savicevic Vici dhe Savicevic Deri. Po ti do pitokesh. Unë e futur aksioner jam duke bërë Savicevic pune. Savicevic pune? Po bëj një sandwich Savicevic Vici. Bëj një sandwich Savicevic Deri. Hajde Flor, mi që erdhi Flor. Mirë, Që iku Shako me vrap se... Iku Shako, se jeti keq. Do shite Savice Zile. Mirë pa, unë këtëm, jemi të 4 këtu. Gëzuar Shën Valentinin Indri, ti dashuruar e dim ne me Tirana Love. Me gjithë Saksano, me që është dhe Flori këtu, duhet themi pra që ta nisim direkt me urimin për radion tonë. Sot radio bën 19 vjeç dhe Indri ka qenë 19 vite më i ri. Po ta ulësh kanali, arrin kam në tokë. Is it true? Is it true? Tani radio qetet patet rrasën dhe berberi. Ke përse që vëndë? Pat rrasë ke berberi. Indri kur ka ardhur këtu ka qenë 1 vjeç radio. 1 vjeçe. Po, Indri ka ardhur para 8 before 18 years. Ke 18 vjet Indri këtu e. Ka 1 vjeç Indri. 18 vjete. Tash do marrë patentën këtu. Do vi kurrë patentën. Po bota për vjet. Ti e bë tani për tu therr, i themi ne. 18 vjeç nuk ka pligj me ty tani. Nëse ka femra ti lçohen Indrit sepse ka bëri plot 18 radio, po vetë është plot 31. Në fakt kam pasur fatin se gjithë ne shikojmë Indrin në disa momente, në videot atyre viteve kur qenë këtu në radio për të parë, ka qenë një rrumacak i vogël vite. Rrumacak. Jo vetëm Indri, po të gjithë çunat që punojnë në radio, çunat dhe vajzat që kanë qenë, ata që janë, ata që do vinë. Ne urojmë radio të bësh 100 vjeç bashkë me ne, por këtë vit që bën 19 vjeç radio, një pak më pak se një muaj më pas, pra në 2 mars, Rikosheti bën 10 vjet Lali. Kemi 10 vjet Rikoshet. Sa se bebi që ka sebeb të presim vizita në shtëpi. Pa 5000 lekë nuk ja. Patjetër. Ndërkohë sot për shumë veta ka filluar dita shumë bukur. Ka filluar dita shumë bukur për shumë veta, jo për mua. Sot ishte ditë e mrekullueshme fakt. Mo më hongë qeni, aq e bukur ditë. Nuk kisha që fëmijë. Nuk ka hongë qeni herë kur jam qenë në shkollë. Me qeni punës më burr, aty që japim bukë, që japim sallamë, japim që e mbajmë mirë. Para todo esse luxo e máquina me bukë pra. ¿Quieres saber el número de teléfono de los veterinarios? Estoy aquí. Si se mi pasa la espía por acá, flichando un cazzaro filo. Sto girando in quel centro stop, il foto di macchina, il lugar. Cale nelle a tutti sali. Pensa fuori strada, poi gira per la strada, non ha strada, indesirabile. What potenziale ma pensiero da leo. 068 Froccio 068 shumë i telefonit që ju do të dërgoni mesazhe për temën e sotme, e cila është vetëm për dashurinë. Ska. Thoni sa doni më, thoni sa doni. Do bëj një rikujtim se ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë se ç'ne Rikoshetit të martën, është martën sepse konsiderojmë. Po se ato që pretendojnë që ta dëgjojnë nesër, pra nesër mund të dëgjojnë në një transmetim maksimumi, ndoshta. Në fakt unë tristova për trafikun që kishte sot Tirana, por u gëzova sepse tani ata po na dëgjojnë edhe. Të gjithë po makina na dëgjojnë edhe. Edhe unë gëzova që qeni nuk më hëngri si për gjurit, se ndoshta do kisha festuar 8 marsin mbas.
Bastarditi si për gjuri. Ju themi De Flori. Ju themi që ky emision do jetë sot plot puthje, plot seks tani. Plot dashuri, plot dashuri. Plot ke surpriza. Sot do ketë të kuqe me shumë. Po, sepse ne shqiptarë nuk bëjmë asnjë gjë gjatë vitit, po për 14 është ditë ndërkombëtare e pjalmimit që të shoqëruar me. Unë hash me vrap kam marrë sot në radio sa erdhën 2 me florë me bluzë bardhë, umra ngërmat. Kytingën. Zemër, ma mend vjet atë vini ke liçeni, po kishe bi palm. 2 ditë nuk do të shohësh me sy. Se? Do kesh 14 shkurt, gjithë duke po dashninë për hoteli dhe 14 nëntor. Çuna kishte çep mullaga. Mullaga? Normal kishte çep. Pa vën mullagën në plak, nuk besoj. Hajde të urojmë gjithë ata që kanë pas ditëlindjen dhe kanë Dhe veçanërisht radio sjer. Radio me fara. Nga mërkura që shkoj deri në mërkura që vjen. Deri të martës që s'vjen, s'vjen që iku. 3, 4, shumurime për ju. Shumurime për ju. Shumurime për Gjatë një inspektimi që bëra sot nëpër Tiranë, pra inspektova disa farmacik. Një farmacik këtu në Tiranë ka filluar të çesi prezervativ të havash, të varfër jemi. Të hapur? Të çaj? Jo të çaj, të hapur. Cigare të hapur. Përdorë. Jo të përdor. Të hapur. Të hapur. Më fjalë ishte nga një, më fjalë ka 3 copë brenda, kutia një, ë? Një. Madje shpikur dhe një pajisje. Kjo tregon krizë apo tregon krizë, ë? Madje shpikur. Mund ta përdorë. Mund ta përdorësh në shoj frut. Prezervativi? Tani O djalo material gome. Ka dalë një pajisje që e teston se sa kilometra ka boku prezervativ. Ata që mirë. Po, është një iPress. E ka shpikë çum nga presa. iPress. Funksion iPress, po? E frym atë prezervativ fort. Edhe e fut kjo pajisja. Kjo pajisja, po? Ose ke celularin, nëse instalon iPress-in celularin, ta fut aty. Edhe mat presionin. Edhe shef sa kilometra ka bë. Ja, frym këto që kemi këtu. Katër hotele. Shive sa amperës. 4 hotele. 4 hage. Mirë. Ose 10 mbaj mend që ka qenë seksi më i gjatë. Për Samartin ka qenë 10 giga. 10 giga seksi? 10 giga seksi. Samante Marina. E kur bëha ti sigur merr vesh se çaja 10 giga është. Mos po vesh. Çaja 10 giga. 2 tera. Është një shfarë. Mua më sapo më çuan një mesazh nga Spitali Veterinar i Kasharit. Po. Tha, a je mirë ti tha? Je tërbuar? Jo, thash. Atëherë qeni do bëhet 2 metra. Do më gjaj mu. Do vit bëj audicion për rrugalli. Ti çaj fole, pse të kafshoj qeni? Shkova ta për këdhel, po më shifte kështu, ku je më lali? Unë fare. Ti hamu çabone? Nëse themi numrin e telefonit. Në 058 60 58. Ja një sekondë, se ti ke pirë për Shën Valentin, ti e shoh? Ishte koha. 068. Ishte koha. 068 40 33 3 8 1. Në 058 60
Çka kompani është kjo 058 atë? BMC Adi, kjo është Adi. Adi më shumë. Jo, amir, atë të Kozmaj dumne. Oj, një pari. Në gjithë që atë të Kozmanit. Se ti je i pari. Nuk në aptas shpirti duke djegur. Flori, ti orientojmë gjusit se ku do të mshojmë sot për mesazhet. Pra ku të rrafi tema sot. Tema është kjo dashuria. Çfarë do bëni ju për dashurinë? Pra, një pyetje konkrete. Për sot. Për shumë po deli Ramina aty. Modeli. Okej, o le dëm, lutem, kishe vllaj. E di pse muhabeti tubave që ta kuptojnë gjithë vëra, se ja kanë marrë dorën pra që me anë tubave po bëhet legu madh, pra çdo San Valentin pra të gjithë që papto kanë filluar të vënë tubat. Ka rëndësi të si tubit apo? Ti shkon për pi birr, do të tubë vllaj. Po, të zbret tubë, të zbret komshia, nga ka të dy të artiste. Hajde cigarete, hajde. Edhe botiqe. Hajde prezantozi të këngë, hajde. Hajde, erdhi. Si e? Gëzuar së Valentinin. Gëzuar zemër hama. Sot apas djali nga larg e kishte yll bukur. E di, do i gjaj babin. Po që në gjatë vërtet. Kujt emri i këtij parfumit, i viu, më vjen si aromë. Purple Pork. Çdo javë vjen me një fragrancë Purple çfarë? Purple Pork. Është për me dy o? E kanë dhënë disa salsa që vjen me një fragrancë të re çdo herë, ha? Po. Eau de gouche është kjo. Eau de gouche. Eau de gouche, ka eau de toalete, eau de parfum, kjo është eau de gouche. Është e gouche pa. Okej, ta them shpejt. Shpejt. Duke bërë gati këtë për The Voice-in. Se duan çik muzikë ata që ndjekin. Po radion gjithë Voice-in. Më fal, Ledion, keni frikë që mund të marrë audiencë Big Brother me Ja, ne jemi ditë tjetër, pastaj ne jemi në 4K from UK. Është teknologjia 4K që s'ka Big Brother. Do më thamë, do e kemë dhe ata po, si që kemi ne, si që ajo shpreja e ka kush e ka... është kështu është, okej, kjo është kënga? Një sekund të bëj gati, sir. Patjetër që do kalosh në tonë ndërmjet. Price you, Fat Boy Slim, Ever Chiver Beaver, Beaver, Chiver Beaver, Beaver më Beaver, se është bio. Unë e mbi 2 litro, kush rikoshet, pa që fyt. Gëzuar së Valentinin thonë, edhe një pjesë thot që së Valentini kemi çdo ditë që se duhet të dim, ata dashuruajt nuk është kjo ditë që vendos se sa e do ti partnerin tënd, të dashurën gruan apo burrin apo të dashurin tuaj. Po dëgjoj një prononcim shumë interesant të Beninit famshëm pra aktorit të madh italian. Ai thoshte që poezia nuk ndodhet jashtë, poezia ndodhet brenda teje Salsano. Kështu që njerëzit do të jenë poet brenda, sepse ajo që bëjnë jashtë nduket pak hipokrite. Gjithsesi, sot është ditë e dashuruarve. Pakistani kishte thënë se mos festoni, kishte thënë ai presidenti i Pakistanit, se kjo është kundra rrymës. Kundra fesë muslimane. Kjo është fesë. Se festojnë vetëm të katolikët. Megjithatë se Valentino, paska qenë një dashor i... Do ta gjejmë vonë. Nuk e di, Salsano e kupton pak që ka ndryshuar pak dora, se çka një aromë tjetër. Miksimi me ata xhamit. Më dhipi, të zbërthye ripi. E më vini! Pra jemi në dorë të vinit pra. Jemi në dorë të vinit, pak vin DJ, vini famshëm, i Top Baneradës. Po ti përshëndesim vinin. Ke marr rock shumë, e ke marr ekstra sot, apo i fut e gishti? Indri. Iku nga puna për Shën Valentin. Mirë kemi DJ vini sot për pak çaste, sa do rish ti vino? Do rish deri në ndofu. Dorika. Deri në fund. Mirë. Po sot do të kemi një set muzikor, ose një playlist ndryshme nga ajo që bën Indri, sepse vini ka gustat e veta të bukura. Patjetër. Pra
Pra duart e vinit punojnë ndryshe në përpunën e muzikës. Ti punon shumë me dorë në pult gjatë kohës që ne flasim, jo, s'ke punë tjetër. Mirë pra, Flori largohet sepse ka një moment, ka një takim me veterineri. E ka kafshu qeni në momentin seriozisht. Kishte 3 dhëmbi shkreti në kërci dhe sa tiki do vita nga fundi patjetër do vi. Por ajo që po ndodh me ata në xhamin pra me Florin, ose ai ka veshur dhe këmishën e forcës, pra këmisha për ato që tërbohen, e këtë që lidhet këmisën e forcës. Megjithatë ne do të kemi telefonata të shumta sepse të gjithë telefonuesit e Rikoshetit që na marrin zakonisht ne, ata sidomos për këtë ditë që është 14 shkurti dhe është dhe festa e Top Albania Radios, dhe ata do na respektojnë, besoj do na marrin telefon. Patjetër Salsano, dhe ne kemi kuptuar që shpresoj shumë simka, doktori. Patjetër, kemi kuptuar në çdo të mërkur që ato ndjen të dashuruar me dikë, e kuptoj? Ato që ne kemi të martën ne, apo besoj në Top Albania Radios. Po i njoftum të mërkurës tjetër, ja keq tani. Të mërkurës tjetër. Tani ju që jeni për makina dhe jeni eksituar dhe po fusit durrët këthe nga pasagjeri apo nga shoferi. Kujdes, vëmendje sepse ka trafik. Dhe kujdes lërni sa mbarim ne, pastaj lçoni. Ti e morë vesh dhuratën më interesante që kishte ndodhur sot në Tiranë. Pra, burri kishte marrë gruan dhe kishte çuar në gjykat. Po. Për Shën Valentin? Unë gjova një tjetër, një restorant kishte hapur dyert e tij dhe thoshte, nëse ti vjen me dashnoren, ke 20% skonto. Nëse vjen me gruan, ke 20% skonto. Nëse i merr të dy me vete, i ke free. A bukur, a? Shumë bukur. Alo, po na e di restoranti jam. Jo. Po ka shpejt. O doktor. Po. E dëgjove ofertën e fundit? E dëgjova, po këto janë të vjetra më këto. Je i zotit ti çosh me dy aty, ti çosh të dyja. Unë çoj të treja për punë. Se sa dashnorë ke ti mo? Dashnorja ime? Ka i dashnore. Do thësh dhe lesbike. Pra, unë çoj gruan, çoj dashnoren, po dhe dashnoren e gruas. Ka qishte! Ua, qa, je në spital? Depilim me lazer. Mirë, që ka paketë dhimbshme, doktor, ja? Qik, po harrohet. Për Shën Valentin depilim me lazer? Po. Ja ka bërë paketë, se kemi paketat e Shën Valentinit. Ofert. Po, mund ta thoni doktor se ke kodin 12 natës. Kemi depilim me lazer. Po. Pra, i dashuri mund të zgjedh për të dashurën, se çfarë mund të, Ke depilim me lazer. Ke depilim me dyll. Depilim me dyll? Ke depilim në vask. Në vask? Në vask, me qumësh vanilje, është i papam. Shish. Ta këshirat fut durë dhe gruaj që vetëm kaq, ë? Po. Mirë, këto janë të treja në një paket? Kemi paketën 3D. 3D. Pra, depilim, dopsim. Pra, shpaket. Pastrim, shmontim. Ja, do të jetë për aroma. Dash, ndillim ta bëjmë një 4-she. Ha, doktor. Po kështu ofert 4K keni? Kemi 4K. Kemi kardiokirurgji. Kardioskopi. Kemi strepsisën kallashin. Me kë, po, kallashin. Po. Kardiokirurgji. Kardioskopi dhe kallash. Kardiomëlçi apo jo? Dhe kallash. Mirë, sësi ka, kjo është problemi jot. Na thuaj doktor, si e erdhi ky Shën Valentin për ty? Si e gjeti spitalin më klinikën? Po. Ka dashuri në spitalin tuaj? Ka. E kishin zbukuruar këta katit 6. Sa 6 janë ato që janë me mendore më. Po. E kishin zbukuruar me tullumbat. Po ç'vonin? Doktor dhe i 100 kishin shkruar. Jo, duhet t'ja shpjegosh, nuk është ditëlindje, është në festa Valentini, doktor dhe ishin. Hajde. Aty ka ngrënë 2 me 1 ato, kupton? Po doktor. Ka të parë kishin zbukuruar doktor dhe i 100. Po. Ka 2 doktor trashëgoj. Paska. Ti kur ke ditën doktor? Po ka 6 kishin shkruar doktor troni vet. Ja, pas kanë të produktu të gjitha, domethënë. Po se ka mendimi, apo do? Po mendim, troni vet ideja që sepse Shën Valentinit ka lënë. Sepse unë çdo katë me shkurt, unë i zgjem nga kati 6, i lejt lirë. Mirë, po çfarë bëjmë të rrëmuj? I lejt lirë se nuk dallojnë me budallit e tjerë. Doktor, na vin informacione sepse patjetër që me Salsanon kemi dhe ato agjendët tanë nëpër terren, kështu që shikoj që ti sot ke disa të ftuar sepse ka një event brenda në klinik, po në po. Ka të ftuar apo ka këngëtar. Kush është? Ke bër në një festë sot aty? Kemi festën në Shën Valentinit. Po? San Valentine Night. Valentine Night? Po. Of la leucemia. Of course. La leucemia, po. La leucemia San Valentine Night. La leucemia San Valentine. Duke qenë se kanë 2 spitale. Po, se mora ato. La leucemia dhe la leucetua. La leucetua. Edhe që tua është teatri. Edhe që tua është, po.
Po doktor. Edhe festa fillon sot për ditën e dashuruarve. Lexuar Nostra kur është? Fillon këtu dhe vazhdon të nesërmen ke la leuçe tua. Pra fillon sot në ke la leuçe mia, dhe vazhdon nesër për beqarët ke la leuçe tua. La leuçe tua. Efekti domino. La leuçe Nostra. La leuçe Nostra së shpejti në Do futet në rrjetin e spitaleve apo jo? Kam blej tokë 6000 metra katror në Ib. Në Ib, mirë se kalon autostrada aty po. Kemi të ftuar sonte Adelina Ismailin. Adelina Ismailin? Adelina Ismailin. Ad Sybardi. Po këto I ke ndarë sipas të sëmundjeve doktor, lutem. Adelina Tahiri, I kam gjitha me AD. Ad Pojana për kështu ja. Ad Pojana do jetë special guest. Sigur. Për 40 vjeçare e Fiber, ke tubi. Ti që ke eksperiencë, ha? Sa leko më? Mondi Vogël. Little Mondi. Mondi Vogël ka ardhur bashkë me kushëritë e tij, Mondi e mesëm dhe Mondi. Ka marrë si mazgjatësisht normal. Po. Mandi Nish Tullas dhe Mandi Nish Gefunden. Nish Gefund. Pas ka marrë Mandi Zoti Gjerman me vetë. Gjerman ai doktor? Po, Gjerman nga fabrika Nish Gefunden në Gefunden. Në Gjermani. Është DJ. Po. DJ. Silvana Braçe. Jo DJ, por DJ, ë? DJ. Silvana Braçe. Ajo prezanton. Është konferencia. Dhe Silva Gunzeza. Me do vështirë vetëm gurbarë. Po mirë, Silva. Po se dia. Silva Gonzeza. Që ka një tjetër, duhet të jetë një tjetër. Është tjetër, nuk është ajo Gumbardi, ë? Jo, po s'ka lidhje. Është tjetër kjo. Shiko. Po kur fillon parti, doktor? Po pse s'ka marrua akoma? Do na tani edhe për grupin e vallëve që ke ftuar atje, se ka dhënë gurbar. Po ja ta gjë. Po. Me pejsmarrjen e jashtëzakonshme të Dashnor Dikos. Që ka Dashnor Dikos, po që ka me këtë këngë vazhdon Dashnori, ë? Ka. Se në fakt Dashnori ke marrë se Dashnori është tamam për Shën Valentin. Dashnori. Tani po hy Dashnori. Erdhi Dashnori. Po tjetër doktor? Është këngëtar I famshëm muzikës rock Aleksandr Paloka. Aleksandr Paloka? Se kanë dhënë. Jo Gjoka, kjo është Paloka. Gjoka Paloka, ka lidhje. Aleksandr. O doktor, ne të falenderojmë shumë se madje 32. Kemi sa brama e 32. 32. Ja dhe shikosh ta erdhi. Gëzuar Shën Valentinin, sukses. Festosh I bukur sot. Festosh I bukur. Doktor, na ka ardhur në WhatsApp një këngë, ha? Dottore, ti voglio più presto sposare. Është ndryshe kënga. Si është? Getoari. Ti voglio più presto. M'fal, Marina. Mirëmbafshim Albania Radio. Ricochet në Top Radio. Ricochet në Top Radio, sa tha ky zë jon bëri trash. Kush e ka thënë këtë, sa bukur ka thënë. Ricochet në Top Radio. Sot ndryshe nga herët e tjera, në fakt ne nuk kemi të mërkurin, jemi të martën. Po. Sepse siç e lançuam edhe herën tjetër, javën që kaloi, sot është Shën Valentini dhe ne për Shën Valentini kemi edhe ditën e radios. Po patjetër, edhe donin koçidonte pra ky emision pra me këtë festë të gjithë botës, them, gjithë botës krishtere, jo ka drejta vetëm gjithkush. Tani kjo është punë në Shqipëri që bëhet si festë kombëtare. Po. Po në vende të tjera është kështu festë e kështu e light. Kështu në veçanti atyre që mendojnë që duhet si festë periferike me pak njerëz. Megjithatë, unë them që mesazhet sot duhet të vinë, pra është temë e lirë, pra ju mund të sillni këtu gjithë impresionet për këtë ditë dhe për këtë datë. Unë kam përshtypjen që ka një defekt ose defekt quhet në fakt. Ndoshta mund të ketë një defekt, megjithatë lexoj mesazhet e vinë personalisht 069 40, unë fal 068 40. Çike gjë. 068 40 333 81 është numri I telefonit. Mirë, një djalë me emrin Bushi na dërgon një mesazh I thotë Bushi, po, San Valentino të gjithëve na uron me gjithra si pjesëtar të Ricochetit, por edhe Top Albanias në veçantë thot. Po faleminderit Bushi. Edhe ti Bushi kalosh mirë sot. Nëse ke ndërmend, nëse je I martuar, nuk e di. I dashuruar po. I dashuruar, është dashuruar, ëh?
Inshallah është dashuruar. Ne vazhdojmë Salsano sepse po shumë njerëz të dashuruar, sepse janë më të dashurit janë më të mirë, e di. Ata që dashurojnë janë kështu, ti dashuron? Si thaj, ne dashurojmë çdo ditë. Nuk presim një ditë vetëm një herë në vit. Po kështu thonë, në përgjithësi kështu thonë. Salsano është gjetur, pra ka një informacion që diku në një nga motelet e Tiranës po zhvillohet një konferencë. Konferencë. Jam mbledhur një konferencë për shtypje? Ka një temë interesante pra. Mos po na e fusin femrat me këtë fest. Është tema e konferencës pra. Mos ndoshta femrat po abuzojnë me këtë fest? Pra, në këtë konferencë janë mbledhur shumë çifte nga gjithë Tirana, nga gjithë Shqipëria, le të themi. Çfarë ndodh aty që është interesante? Aty po zhvillohet pra një konferencë, pra ku po referojnë workshop. Aty po referojnë të ftuar pra nga bota, nga vendi, patjetër marrin një referat për temën si tham sa pak më lart pra. Mos po na e fusin gjë vajzat në këtë fest, me që paguajnë më tepër meshkujt. Ka të bëjë me ekonominë. Me ekonominë. Do të thënë mos ndoshta kjo festë është bërë komerciale. Që meshkujt janë detyruar të paguajnë sepse kjo quhet, po firmat paguajnë në këtë datë apo jo? Po mirë, mund ta ndajnë ata shumë ta hedhin për diskutim. Sepse femra di si mendon ato që paguajnë paktën. Jep 1 dhe merr 2 është ajo, kuptoj? E jep me San Valentin dhuratën dhe I merr për vit 3. O Sale! A vash ku e fut gishtin më lale? Ku gishtin në vesh maksimumi ose në hund. Po unë pash një status shumë interesant në Facebook sot. Një mikesha ime kishte hedhur një status, thoshte në dyqan, a keni zemra që duhet ta gjejmë, që betohen për përjetësi? Po, më jep 2. Që shkruan do ta gjej ta them tamam. Do ta gjej ta them tamam. Sepse I shkon Shën Valentinit sotëm. Gjithsesi, ti mendon që është një ditë e paqme, e paqme. Sot njerëz dashurojnë, e paqme shumë seks. E paqme deri në orën 10 Salsano, se mas orës 10 nuk mund të thonë që është e paqme. Se kërcet fortuna, derdhet si është, derdhet vjosa, derdhet bona. Çfarë po gjen? Po në fakt sa ditë a gjeta po. Aha gjete. Keni nga ato zemrat që shkruajnë për të vetme dashuri? Po kemi. Më jep 2 për të vetme dashuri me ty. Kishte pasaj kështu shumë. Atëre gazetari I Ricochet, I cili në fakt është një gazetar besnik. Po ai ka pasur livrazdi, ka pasur shumë kërkesa, ka pasur shumë oferta nga televizionet tjera, nga radio tjera. Ai thotë unë do rrin Top Albania Radio dhe kaq. Dhe pikërisht për këtë fest pra, për këtë datë pra I ka mbledhur disa lajme interesante. Të ndjekim pra livrazht Grulli. Gjatë kërmimeve arkeologjike tek zona e Brylit në Tiranë, grupi arkeologëve suedez të ardhur nga Zvicra kanë zbuluar një artefakt shumë interesant. Ata kanë zbuluar një statuj bronzi, e cila I përket periudhës së bronzit, ku është një mashkull duke I rënë në shpull një gruaje. Poshtë është një mbishkrim shumë interesant, 14 shkurt dhe në trupin e mashkullit shkruhet Zon Valon Toni. Sipas arkeologëve, 14 shkurti njihi nga Ilirët e lashtë si festa e Zon Valon Tonit. Dhe presa e periudhe ka ardhur dhe shpreha Valon Druni, Valon Zon Valon Toni. Si kjo? San Valentin, Zon Valon Ton. Zon Valon Ton. Valon Druni, Zon Valon Toni. Do të thënë sipas livrazh Grullit, kjo ditë është dhe dita hurit edhe dajakut. Kjo është festitare. Po pëlqeu kjo pas ka gjë. Aty pas ka qenë dhe mbishkrimi I shpullës, apo I datës në 14 shkurt. Të falenderojmë shumë livrazh Grullit. Ka një lajm tjetër kësaj na gnaxhi. Mirë, do kemi lajme të livrazh Grullit. Mirë, Uzver Zbardhja. Aty të lexojmë se çka ardhur në 068 433381 për temën e sotme, që është për Shën Valentinin. Po është e hapur si temë pra. Shkruani një gjë për Shën Valentinin. Ja një këshill nga një mesazh shkrues me 788 që mbaron numri I tij. Për Shën Valentinin prezantojeni të dashurës gruan. Kjo është gruaja ime. Edhe përgatitur dhe spitali, Përshëndetje, festa me sa shumë dashnore more çuna Bardh Tiranë. Festa me sa më shumë dashnore. Thank you very much for this great trust and honor. Thank you. Të thanë Berisha thank you. Ne të kemi thënë thank you gjiner që na bëre sa më shumë dashnore, po. Ela muli flotti peta putupu. Sido që tjetë, festë e bukur është, ha? Festë e bukur, po nuk e di pse u bë kaq vite që po na gjë vetëm. Ti di që në Shën Valentin edhe ata të martuarit sillen si dashnor? Oh? Po. Mirë, është një mënyrë për të qenë, kjo është një metodë psikologjike, po, qartë. Sa hyn nga balkoni. Si thua për një dark thonte? Hiqe dorën.
Ca hyn nga balkoni, ca hyn nga detarja, ca janë brenda, edhe realizon Kasili, po bie dera, erdhi burri, futem shihen. Pra, inskenojnë situata erotike. Inskenojnë situata dashnorosh. Qartë. Kjo ka jetë mirë, sepse sjell adrenalin 3, po ka dhe jetë mirë tjetër, të keqe tjetër, sepse i shtin menje për pas dashnore dhe gruaja. Edhe tjetër. Burri dhe gruaja. Dashnorë që ka interesante thonë, e kupton? Ndërtira, besoj se këtu është dita pra për të qenë kështu siç thotë Saksano, pra edhe veshja pra bëhet më delikate, pra bëhet më erotike ndaj femrës që duket që të marrë komplet kuptimin e plot kjo datë pra, e San Valentinit pra. Me pak kjo ka të bëj, unë se kuptoj, kjo dita është që shkepja, domethënë dashuria seksuale apo dashuria shpirtërore? Sepse nis pra me një dashuri romantike gjatë gjithë ditës dhe mbaron në fund me kësitje. I brinjësh. Hala me bre, ama të tre. Pëllum! Jo, kjo ka pëllum. Blum. Rini, mos të talë se jam në hall. Je në trafik, mo? Jo, nuk jam trafik. Po ku je? Jam në një dritare. Do shta mund të bjerë. Do shta mund të mos bjerë. Po pse? E ardha tek dashur. Ti e thjesht dashnor. Po. Dëgjoj, po mirë ti mbarove puna apo s'kishe filluar? Sa po filloj të futja pinit. 1, 2, 3, tak, erdhi burri. Po, dhe sa shpejt vjen. Po mirë, tani të bën çik muhabet se s'ke të bësh. Patjetër. Ngjohesh brenda ti në shtëpi tani apo jo? E kanë dhe. Me ka flet? Erdhi një plumb. Plumbi ka shku ke plumbi. I ka plumbit. Po tani ti Kuç. Jo kuç. Nuk është qenë, nuk është qëllum. Si ta largoj. Po sa Si ta largoj plumbin. Sa sipërfaqe të trupit ke jashtë plumb? Tërësisht. Rozata në katror. Po ti nudo? Po i veshur? Ka hedhur rob dishamin e dashnorës time. Rob dishambër? Po mi, po pse ke dalë në dritare ti? Nuk ishte ka dile ndryshe. Po ti ka vetëm një derë hyre, një derë dalje. Po mi, po ke dhoma, ke mbyll dhomën që dritare, që ka të Ajo ka mbyll dhomën qelës. Mirë, Dërko, unë jam mes dhomës dhe kuzhinës. Shiko, ta ndihmojmë plumin. Plum, ke lënë shenja? Ke lënë shenja? Këputë. Ke lënë këputë? Do futesh brenda. Një tek shkalla, një brenda. Se neve Saksanon e kemi shumë zakon këtë pjesë, kupton? Shiko, do na kanë kap gjithmonë. Do kthej sërish nga ajo rrugë që ke bër kur je futur. Nuk mundem. Ka mbyll zyrtarin me qelë. Tani e tjetër. Dëgjoj, ka dhe një variant të tillë. Bie derës dhomës dhe thua isha ke kjo këmbësia lart. Bravo. Po zbrita këtë se i dashnori. Bravo. Po na stem lekuriq. Je çnudo. Ka një rob dishambër që nuk më bën. Po pra thu jam lakuris. Judo. Judis po. Ajo mund të soma, su. Ka arri me rob disham. Me rob disham judis po. Po thotë çnet në dhomën time të shumë. Judo. Palestra është lart, ka 5. Një judis në dhomën time. Dashuria i dikur. Ta për mua je me tjeta. Lejse. Po ti kur San Valentini shumë por kaq keq tiku. Çaj prej piri për shalësh. Është mëshme. Çaj bleve dashnores mo. Për adhurat makinë. Makinë? Makinë roj. Targa të rë 525F. Bo, makina jote. Jo. E spunoga. O suni, është e makina ima jo. Taj, o plumo. Oj dut. Oj dut. Oj të më. Është makina ima jo. Që makina mo? Mirë se se ime së të kolare. Që ke marrë makinën time jo? Lëre të varegur. Hej, pëllum, o quri. Mos pa prek të varegur. Pëllum. Mos pa prek të varegur se këpus merkur. Kondicioneri. Ra. Alo? Ra pishin. Ra plumbi nga detarja. Po ku ishe varë këtë tani? 4 pra. Po ku, të telat e robave jo? Po pra ke parmagu detar. Ishe në byth ati këtë gjurë. Ullur atë. Po që ishe gjurë mu i tani kura? Ra poshtë në pelb. Ka marrë makinën tima, me mori fesht. Alo? Ja mirë. Ja, Remo? Ku? Raski depozita i lavaci. Depozit? Pas ka pas zot jo. Po ke thy gjë, ke vra gjë? Nuk e di për depozita nuk është mirë. Depozita nuk është mirë. Plasi uj. Nuk të fiz dot. E, të shkoj kësa Valentin për tërës, i shkoj për tërës. I lu të mësiti 4 pizza. 4 pizza? 4 pizza. Po që do 4 pizza mu? I dua, sepse... Ma qao, apo jo, du se në qofë se ka të një ambulancë që nga dëgjon, dhe një polici, të ishte një që ka njëri nga kati 4, se ishe me dashnoren, ka thy në i gjë, nuk e dim që ka bërë, po gjithësësi,
Ne ti kujtojmë edhe një herë të gjithë dëgjuesve që janë tani nëpër makinë apo që pra dëgjojnë rikoshetin. Qartë them këtë nga kjo që dëgjuan tani historia plumit Salsano, dalë dhe një moral fabule, pra ju lutem mos hypni nga dritarja. Ju lutem mos thoni ke dashnore që kanë shpinë mbi katë. Bravo. Se s'ka vjen burri, vjen dashnori tjetër, e kupton? I gjeni të dashurat nga kati dytë? Nga kati dytë poshtë. Edhe po drum. Ne ta mbyllim, e mbyllim sepse kemi një spot publicitar, pastaj kemi flesh informativ. Kthehemi për orën e dytë, mos harroni. Numri i telefonit Salsano 068 40 333 81. Dërgoni mesazhe, po flasim për San Valentin. Çfarë të doni, çfarë të doni zemra? Çfarë doni, dashuritë këtë brenda ç'do dojë. Hajde na kanë ardhur këtu, duhet të kushtojmë sot. Tronate nonnas, kuka nonna, tronate gush palumate, dindike dak, hote keke nonna je, tronate nonnas vette je, rumpa pappa, heste keke nonna je, hestu bofsha nonna je, hest, tronate nonnas vette je. E kemi pa përgatit gjithë dëgjuesit e Top Albania sot, sepse ata nuk kemi sot ne. Me thonë që ishim nesër. Por e tak dani për Shën Valentin, edhe bëjmë emision që të respektojmë edhe veten, me që kemi pas ditëlindjen sot, mbushim 19-vjeçën. Gjaku. Pra duhet të lëm gjakun e sot. Edhe në hapjet të orës 2 transmetimin për Rikoshetin për sonte që është e martë, do të ishim nesër, po jemi sot sepse koincidon pra festa e radios me San Valentinin, pra e urojmë një radio sot. Ta bëjmë bashkë. Këtë atmosferë si situata. Dhe pra kemi këtë rastin të themi Top Albania Radio sa më shumë vite si tilla që kanë qenë tani. Imagjino tash ti 60 vjeç. Emision Top Albania Radio. Radio bëhet edhe 60 vjeç. Radio bëhet edhe 60 vjeç. Radio bëhet edhe 60 vjeç. Edhe atletika bëhet. Edhe atletika bëhet 60 vjeç. Mirë, lexojmë ato mesazhe që kanë ardhur sepse duam t'i ndajmë me ata që po na dëgjojnë tani. Pra kemi 2 dursak që janë nga Çamëria, por që vjen ndryshe. Lexo ti pari. Mirë. Mirëmbrëma thot mesazhi i parë, çuna jeni të papar, Hasan Çami, plazh Durrës. Dhe mesazhi tjetër. Mirëmbrëma çuna, si ja keni kaluar respekti jeni të mëdhenj, Mon Çomi Durrës. Çka dhe tjetër, mirëmbrëma çuna të mëdhenj, Bilbil Çimi Durrës. Po disa note, Hasan Çami, Mon Çomi, Bilbil Çimi. Dhe një mesazh tjetër që vjen pra Eleni Çemi. Cymi. Cymi me eba me. Mirë, ma ishin trurin vajzat që veshin me një funde rrinë duke rregulluar gjithkohës. Por vishmoj gjinse po e patë problem. Ashtu. Vjen me ky pas ka problem që ai ka vesh mini fund dhe ul gjithkohës. Zot vish gjinse dhe se se bën sigura ul kur ke vesh mini fund skuter. Mirë, pra në zero kjo, si ka me Shën Valentini? E ka parë ka shëtitur sotën për Tiranë. Ka shëtitur, e ka parë që është një fenomen që disa goca që veshin mini fund apo. Mirë, pra në 068 40 333 81. Pra, ky është numri ku dërgon mesazhe për temën që ka të bëjë, është temë lire, hapur, free, themi në anglisht. Është shyrë biçë temë, nuk e kemi për fare. Unë kam përshtypjen tani që shumë njerëz, shumë tri bëjnë gati tani për të shkuar në mbrëmjen e famshme që ndodh pas pak orësh. Po sot lokalet janë rrafsh gjithë, sepse edhe Tirana Lëvsh ka menduar mirë për ditën e sotme. Pra ka bërë një event. Kjo është festa sot, eventi që do bëjë sot Tirana Lëvsh. Në për 14 lokale nesër. Shiko, dakor, ashtu se dia. Ja, ka vini gjithsesi, urojmë sukses. Ala. Nuk si ndodhte ndryshe s'di se si u desh të merrje ti në telefon që unë të shtri dhe të flas me ty. Gocat e buka, gocat. Ne jemi çunat e nonës vete je. Ku je çim ka dashu ku je? I se mbarova një seancë trajtimi trupi. Sote? Përgatitje, para përgatitje. Qa pas ke bëmër sot, po? Sepse sante dhe djegim. Je ftuar në ndonjë vend apo bën ti fest? Sot jemi Avocado Night. Avocado Night. Çka Avocado Night? Avocado Night është. Avocado dakord, po ç'është Avocado Night? Ç'do thotë kjo Avocado Night? Do lyhemi të gjitha me avokado. Jemi një shpinë i shoqes ton. Jo, sa veten i mbledhur sa Bardhi e kemi. Bardhi. Shtëpia e shoqes Bardhi. Sa veten i mbledhur çim ka sa nivel? Vetë 24. Goca? Goca. Po që Po na përmend sa emrat gocave. Po Bardhi, Bledi. Do të Bledi. Borisi, Jorgo. Borisi, Klodi. Po mirë, një pjesë
Tuli, Kokuqi, Velatsuku, të kështu janë puna. Jeni me emër artistik, Puli. Boli. A që pas edhe boli, Shumë po, si të gjete ky San Valentin në ndryshim atë që ka lë vjet. Për ca vite që e kanë dhuar në fakt. Jam e lumtur se pata një rikthim këtë herë. U rilidhe me dashurin tënd? Me një ishte dashurin tim. Po si ndodhi? Italian, Giorgio Mezzopozzo. Mezzopozzo? Sëm pusi. Po, çfarë dhuratë të bëri Giorgio Mezzopozzo? Më fali një kështu furgon. Çka furgon? Ç'mo bëj? Me sa ishte mbush furgon. Edhe kishte shkruar I pafsh hajër. I pafsh furgon. Për rrugë të gjata, se rrugë të gjata nuk shtyhet vetëm. Është tip kështu rulote, ato që po. Buria. Zemër, sto parlando al telefono. Po si kema ato ti mo? Po I bie burin se aty jashtë ke bacja. Po e akordoni çik burin, si thash nuk e dua kështu të drejtë, dua. Ashtu do burin ti? Kur të bie ashtu e dua. Po e inaugurohet furgoni, bët seks furgoni. Fillim inaugurua motorin, hapëm kofkën. Kofën non po. Përvolosh. Shivi çik. Giorgio. Çaj bëj smakinës. Çimga me ka çavida. Po po e akordon burin. Me llamarin na zgjidh, kështu xhama zgjidh? Pa me xhama zgjidh. Me sedilje roz. Roz. Po ka në shapka furgoni. Ajde furgon, ajde çka seksi si furgon. Ti më ngusoj që nga një shkurti ti mëson ke pritur këtë datë, pra 14 shkurti. Ti ke filluar ti numërosh mbrapsh ditët? Po, unë gjithmonë numëroj mbrapsh. Për shembull, erdhi data 1 janar. Po. E kam 31 kalendar. 31, 30, 29, 28, 27. Ti ku bën dashuri ti, e shef në sy tjetrin dot? Jo, vetëm në sy. Në sy. Ja. Në sy e shaf. Në sy. Ma dhe herë në sondit. A u stë ngjyra që thua. Ndoshta është pak më kështu. Po e shifja, po më shifte shtremën. Çka ke, pse shef shtremën? Ka dali puçër mballë. Të ta shtrydh, po ti më shtrydh njarë mua, po. Mika thënë. Çimka, besoj se na ka thënë të vjetë, salsa nuk e di e mban mend. Kur shkon, ma kujto pak. Mbaj mend që shkoj në një lokal vjet kë? Po? Edhe natën ndodhin ato strip që vinë meshkuj tani. Që vinë meshkuj strip. Po, që vinë për veshur. Me Ibrahimovic në dorë. Po. Edhe xhelozohet. Ja, ne jemi kështu, kemi prenotuar 4 goca nga Puerto Rico. Puerto Rico? Po. Jorge, quhet njëri. Jorge nga Puerto Rico. Jorge nga Puerto Rico. Jorge, Juan, quhet tjetri. Jose dhe Enrique. Enrique. E dia që ishte një Jose brenda. Excuse me, Jimmy, you have a text message. Jorge. Jorge pas rrit Jorge. Sa të shkruajt? Hola Chimita. Këto chiquita. Chimita, sa është ajo e bananës, po. Do gnaqe thot. ¿Qué horas estás los escaparduendo? Escaparduendo. Do të jetë spanjisht, nuk e di. Sa escaparduendo? Është Skapër. Vende, e kupton, do sa është ja. Ti që kam ardhur furgonin. Mirë, çimka. E ke ndar ditën e sotme në një program caktuar si Skaparuendo. Në çimka. E ke ndar? Se kemi ndar. Jeta më bukur e programit. Pra si fillon festa, si është hapja, mbyllja. Skaparuendo.
Pjesa më e bukur e programit Shoqëm. Po? Se kemi vënë emra programit. Me emra programit pas skalet thot. Po, skalet. Numri i parë është himni. Himni gejve? Ta. Se ngrihet femër e tyre. Në skalet himni gejve. Po pastaj? Do vejmë gjithë dorën. Edhe himni me hë, valla. One. Dorën ke njëri tjetri. Do vejmë gjithë dorën. Se. Edhe do këndojmë himnin. Qartë. Po. Pjesa Po pse filluan me hë të gjitha sot? Pjesa e dytë është vallja e shpjeve. Qa valli? Valli dyshe tha. Vallja e shpjeve. Vallë dyshe. Vallja e shqipeve. Ne kemi ndryshe vallja e shpjeve. Jemi dyshi po një të Dhe mrapa e kap nga këtu i fut dhëmët mrapa. Jo Liricimu. Janë meshkuj edhe. Janë dy shqiponja. Pastaj do luajmë Adriatrik Lallash. Qa është kjo më? Do bëjmë vetim. Do bëjmë vetimun, pas ka dhe vetim, një pjesë politike. E kuptohem. Jo, nuk po duhet të më, jo. Mos ta tregos ka vetëm deri në fund. Ma zbuloj. Jo, më mirë. Ike mirë. Ose një mesazh fundi për gjithë të dashuruarit gay sot. Bravo. Dashurani. Se një ditë do ta kuptoni. Bravo Çimka. Të puthim mund në ball. Edhe bëf shef sot, festof sa më mirë me miqtë e tu. Me miqtë e tu, me shoqjet e tua. Bravo. Çinga Hosea deri tek Hugerto. Edhe nxirri him. Jo, ky Hugerto. Digigoma. Po pensionon vend ai. Mirë, falenderojmë shumë, miru dëgjofshim dhe bëf shef sot. Ne kthehemi tek mesazhet tona në 068 43 3381 dhe do të lexojmë disa prej tyre. Çuna ju përshëndes sot 505 në fund. Bëni qef sa doni, po mos e teproni. Taksojit lidhen Top Albania Radio. Faleminderit. Përshëndet çuna, edhe 100 Top Albania zë gëzuar Shën Valentinin. Do doja ti thoje të dashurës time Dorit gëzuar dhe do zoti të bën dorashka që të kam bler. Ky është? Të bën dorashka? Të bën dorashka që të kam bler. I ka bler par Doreza. Doreza për Shën Valentin, inshallah i bën thotë se nuk e di ka as dorën ky. Sa e madhe ka dorën. Si do që tjetë ne do ndjekim tash një këngë shumë interesante. Jo? S'ka shans. Atë jo, nuk pasim këngë sepse gazetari i famshëm Livrash Grulli na ka një lajm tjetër për rikoshetin, ta gjejmë vëmendje të gjithë. Livrash Grulli. Unë isha sot në Tiranë duke intervistuar njerëz të ndryshëm dhe duke pyetur se si ndiheshin për 14 shkurtit. Ja se shton disa të rinj dhe të reja në zonën e liçenit. Paketa çokolata mimoza. Shkojmë për që më ka bleri tashurin tule dhe shpresoj që sot go. Si ndiheni sot që është 14 shkurti? A do ja kaloni bukur? Me thënë drejtë, në varet ku të më qoj burri. Në më qashë burra. Do të qoj sot të kodrat e liçenit. Dash më më shkat nuk. Do kesh një udhtim falas me teleferikun e dajtit? Që ke stofë në kasha? Vetëm kasha? Se me që do të li? Shoqet e mija, më do gjirë me makinë. Ka mos i ta lesh këtë mua vetë, majtim. Ke fit për vetë që ke shku nga xhepa. Po shasa, po raqit me radio kjo. Kush po të qitë radio? Ja, kjo këtu. I qitorët. Ka mos i ta me në shkojnë? I qitorët. Se nuk e rësila sirë, kesh me ty pësot të shumë që. Pa i këmane. I qitorët. Me të emë, fjeri. O sa vade ditë. Ura, ta me mirë, kjo është. Qenë. Ke shku.
formë zemre? Në formë zemre edhe muzikor në këtë kohë sepse 19 vjeç mbush Top Albania sot 19 vjet. Urojmë vite të tjera si. Mos harroni na shkruani në 068 43 33 81 për to minuta që kanë mbetur për temën e sotme, që është dashuria e Shën Valentinit. Kaq, sa doni shkruani. Të shoh të qeshur, nuk e di sepse un kam marrë vesh që këto ditë kalojnë kashar, barkas i friksuar me lekët në xhep. Shoqi që tani që banda e grabitjeve u kap, ke javë që kalon këtu barkas aty. U kap banda e grabitjes Rina, si sapo e pam tash live. Kështu që dini lirë që burra Top Channel në lajmet qendrore, i pasën kap 4 dhe 2 kanë mbetur, edhe një sasi të konsiderueshme tek vjetra. Jo 2 si kanë kap. Ata që kanë vjet lek. Kthem mbrapa logjikën pra. Ata kanë marrë lek. Ata që kanë marrë hisën e vet kanë ikla lek. Ta peshte vegjël i kapën këta. Mirë, harrojmë këtë histori, por vazhdojmë me dashurinë. Pra kjo është dashuri për lekët apo dashuri? Jo, dashuri për dashurinë, dashuri për njeriu, dashuri për partnerin dhe për partneren. Po sot e festosh ti ndark? Do e festoj po, po nesër? Patjetër dhe nesër. Nesër është dita jon. Nga çulet lulli. Lullu. Holli pylla. Nga lulli çullet. Kjo është historia. Holli lulli, nga çulet pullës. Ky nga emocioni dashuror nuk e thotë të Polli pula leshit nga cilët leshit. Polli pula leshit nga cilët leshit. Polli pula leshit. Pra këto janë shprehje për të stërvitur, të folur për të paktën këto që stërviten për dramë. Po këta që konkurrojnë për dramë, është një mënyrë ushtrim zhdërvjellore quhen këto, që flet shpejt dhe saktë shiftimin e folurit. Sido që të jetë kjo datë sotme, është bërë si ditë historike në Shqipëri dhe ne prandaj angazhohemi gjithmonë. Ne nuk duam ti deprimojmë gjithë dëgjuesit për punën e historisë së San Valentinit. Pra le të jetë kjo festë tek e fundit njerëzit me trishtimin e tyre, me hallet që kanë, por edhe me këtë festë që kanë që të jep këtë datë, le të festojnë, le të gëzojnë. Ndoshta është një ditë vetëm që e ka ardhur. Më ka pëlqyer shumë një dialog dashurie. Ajo i thoshte atij: "I dashur, të dua shumë." Ai: "Faleminderit shumë." Ta paça borx. Dialog dashurie për Shën Valentin. Alo. Golden Eye. Alo. Zoti Berisha? Përshëndetje. Mirëmbrëma. Vetëm ty nuk të prisim në këtë datë shënuar dashurie. Ka problem. Kjo tregon që vota qytetarëve nuk ka shkuar dëm. Pse? Ja, sot është festë kombëtare. Ja, pse është kombëtare? Dhe lideri i opozitës ju merr në telefon. Lideri i opozitës nuk është më lider, lideri i opozita ka Lulzim Bashën, ti je një deputet i thjesht, mos bëj si lider më. Lideri i opozitës është i zën. Ju lutem, provojeni më vonë. Patjetër. Është i zën. Prandaj ke dalë ti. Prandaj zoti. Është citofoni. Citofoni po. Zoti Berisha, në këtë datë shënuar dashurie. Po. Ku janë bër seror, si janë bër çaj për dashurinë ai vra, çao, si është kjo historia ti së San Valentinos. Valentini shenjt. Ti çfarë mesazhi ke për dashurinë përgjithësi? Unë nuk kam asnjë mesazh për dashurinë. Mos ta fol për protestën e 18 shkurtit. Jo. Do kemi ditë. Do vit 18 shkurti se s'ka ku të shkoj. Ka ardhur çdo vit që nga krijimi i kësaj bote. 18 shkurti. Dhe do të vi edhe këtë vit. Po si ka 18 shkurti me ditën e sotme një. Por. Unë ju mora sot se kam një mesazh për qeverinë në fuqi. Për qeverinë aktuale. Për qeveri që do bjerë nga ora në orë. Po dhe 2 muaj janë më të sa do bjerë qeverinë si 2 muaj. Nga fotoqasti në foto. Fotoçami ka qenë një antar brez politike, do ta njohësh. Ule pak zërin Salsano. Se më shurdhove Kanarina. Po nuk di ç'të them, ja mirë jam tash. Mirë, vetëm mos luaj. Okej, ula fare, nuk të dëgjoj fare çfarë thua. Zimbabwe is okay? Zimbabwe. Ç'është emri Kanarinës? Zimbabwe. Ke Kanarina shpizat i Berisha. Papagall. Po, bajë Kanarina. 2. Njëri Zim, tjetri Babwe. Njëra nga ishujt Kanarje, tjetra nga ishujt Rina. Kanarina, Kanari Rina. Po ky ishujt Kanari mi, po ishujt Rina ku i gjetet ti? Më duket ka bërë 2 bypass kjo Kanarja? Po, ka bërë bypassin e Shkozetit dhe bypassin e Sukthit. Dhe jo vetëm kaq. Partia Demokratike me në krye liderin e saj historik ka realizuar. Kush është lideri historik? Një dhe vetëm një.
ai që po flet në këtë momente në telefon. Po, dakor, e njohim. Por, unë ju mora, sepse kjo qeveri ka rënë poshtë me këmbët e saj. Pse do thoni ju? Pse? Sepse unë kisha prova, kisha fakte ku ndodheshin ata që janë akuzur për vjedhjen e lekëve në autostradë. Pse i dihet i faktet? Ne kemi burimet tona. Po pse si deklarove më zoti Berisha? Prit, tu është e bukra. Pse more t'ja thënë edhe këtyre edhe ta kenë kollaj këta punë, në? A kur të vini në qeveri, do t'i kapni, ne? Mos ta marrin rrogën kot, pra. Unë luajta me kartën e presionit. Kjo është karta. Shlirova nivelin e parë. Po jam duke luajtur dhe PlayStation në një ndërkohë. Ndërkohë. Sa është ky nuk është asnjë s'është bosh. Ditën e parë që u vodhën lekët. Në datën 7 shkurt, ora 18 mbasdite. Qartë. Mora saje e morëm vesh. Saje ziu. Sa i zezo. Kështu e ka thënë dhe Zile kur merr Sajmiri mua. Sa i zezo, o moj Sajlaro. Po mirë, pse ti ke komunikim me Sajmir Tahiri? Patjetër. Është procedurial. Dhe le të mos ta hap. Po ti je shan atë. Procedurial. Dhe le të mos ta hap telefonin. Dhe mora dhe i thash, zotri, unë kam prova, kam fakte ku ndodhen ti kriminalurit. Po çfarë tha Saja? Do t'i dish, po tha, zoti Berisha, na ndihmo. Po, ikni nga pushteti dhe ja u them unë se ku janë. Shef që e ka në dorë. Zezo. Një sekundë si po më merr telefon. Se zile telefonin. Pritja hapçik. Se jam në transmetim bra. Të marr pastaj. Okej, puç. Ciao. Me Sajmin ke puç. Po si kam si. Në televizor me Sajmin Tahin. Po këto shahin, po çfarë komunikon? Më mori të nesërme. Të lutem zoti Berisha, trego ku janë ata. Zbrisni nga pushteti që ta tregoj. Presion të madh pas ka bërë. Jo dha. Po si e gjetën këto? Erdhi data 9, 10, 11, 12 shkurt. Datë 13 mram qante Sajmiri. Po e merr prap. Fali sekund. Sa bezdiza ju. Të thash që jam në transmetim. Pse më të folarën? S'të folarën. Jo, më s'kam asgjë. Të betohem s'kam asgjë. Ai doli tani të Jo, s'ka ngelatri. Jo, s'ka ngelatri. Jam në transmetim. Pas kanë marrë të mirë këto. Pra, si s'po thoja. Ta mbyllim duket. Pra, zoti Berisha, në datë 13 merrte Sajmiri në kokër të lotit. Më trego. Edhe qante në kokër të lotit. Dhe ti ja tregove dhe ai kapi sot më? Ja tregoj me një kushti. Shikoj më. Që në zgjedhjet e 19 ku janë këto? 20 shumë shpejt. 21 qershorit. Në zgjedhjet e ardhshme ju do kapitulloni. Dakord më tha i mua. Se be me rëf shpije, i thashu. Sa nuk zuri be? 25 qershorësh. 25 qershor. Sa e pam tani? Edhe çfarë ndodhi? I thash, do t'i tregoj, po beto do të bëjmë marrëveshje që do ashtu. Që ai do të dilen deklaratë që mi ka thënë Sali Berisha? Jo. Faktet. Në zgjedhjet e ardhshme do të humbi PS-ja. Kjo është marrëveshja. Domethënë u bë marrëveshja? U bë marrëveshja. Pas po merr prap. Alo. Po i tregoj për bisedën tonë, pse? Po e gjoti? Po gjyka e kusheti sa i mirë. Edhe bezdisa je vëta. Se më zotrit, unë mund të flasë që të duhe. Jo, që të duhe dhe që të 3, që të 4, që të 5. Të duhe? Zotri, muhe mos ma trash zëri muhe. Se unë prish kontratën që bëm bashk. Jo, nuk e prish, po e prish asë fitoj zgjidhje. Po, jo. Ky ka lënë që u do të tregoj, fitoj zgjidhjet, ai ka thënë po, ky ka unë do të tregoj të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Laguriqe. More dhe shmora. Mira bërë zoti Berisha. Ma mbylli. Atë unë tani ja pas kam mbyll ai. Zoti Berisha. Po. Të bëjmë ca pyetje rreth historisë ditës sot apo jo? Po. Jo, si u festote në kohën tënde, në kohën e PD-s San Valentini, ka shumë ndryshe. Para 90 apo pas 90? Tani. Para 90. Kur ke qenë sekretar partie, si e festonit juve? Në 1714. 1714?
Po gjallë ka çiku 17. Kur unë isha thjesht një djalosh 29 vjeçar. Qartë. Që ka mosha ime. Po. Mëse ka histori interesante, ë? Zakonisht ne endeshim pyjeve për të marrë lulet e egra për të formuar një kuror dhe për të formuar një buqet me lulet e egra. O martojmë djalin, o që nesër do dalësh në arë. Po! Boronic, zoti Berisha. Zakonisht, lidhin lule me të cilat ushqen bletët. Që janë? Dhe kishe dy mundësi, zotri. Një. Dili nga pylli me vrap se t'ishe sul bletët, ose dili nga pylli me vrap se t'ishe sul ariu. Se lulariu dhe lule bletët, ha? Në të dy rastet, si të t'sule ariu, si të t'suleshin bletët, si kishe mush brekët. Ky ishte Shën Valentini. Me vjen ju Shën Valentini marrin gjithmonë me brek mush. Po. Po, friks me ka qenë pastaj. Dhe kur vinte darka, ajo thonte, hajde, lëre. Edhe çdo të premtosh, çdo të premtoni zoti Berisha kur të vinin pushtet për San Valentinin, pra do ketë një ngjyrë tjetër. Jo vetëm që do të premtoj. Jo vetëm që do të premtoj. San Valentini blu do jetë. Blu. Jo vetëm që do të premtoj. Po. Por do të stunoj, do të djeloj, do të hënoj. Premte shtun dje, premtoj, stunoj, djeloj. Tani pe kap. Po flet për atë. Mos qaj, burizë. Ato dy tjerë dhe tregosh zoti Berisha? Mos qaj. Ka teng. Do t'i... Po unë të kam gjanë, ti e di. Po që kjo burizë se shakabëm. Më falë, zoti Berisha? Po. Çfarë problemi ka ai që ishi mërzit me ty? Pse tregon ti sikur unë t'ka marrë ty dhe t'jam lut që tregoj kur janë ata që ta marrim aksion neve. Tani zoti Berisha ti i ke dhënë 4 emrat e atyre që kapën. Po. Po ato dy tjerë që kanë shpëtuar, i diti kush janë? Ajo është garancia për fitoren e zgjedhjeve. Si janë në xhep të vogël. Nëse atë zotët ti të dalin skutave, maleve dhe brinjave dhe gërgjeve t'i kërkojnë. Po mirë, se zoti Berisha, unë mund t'ju ndihmoj vetëm kaq. Po. Inicialet e dy të kërkuarve janë AP dhe SR. Jo. Apo duhet si emri? SR. AP SR. Kush janë këto? Jo, unë. Po kush më vjen? Atë po janë Sasan Rabi? Po sa shpejt pas ke folur. Po ti ke shtëpi ato? Po shumë se kaq nuk mund të tregoj. Mirë, se doni të dini më shumë. Po. Na ndiqni në datën 18, ora 12 paradite. Do mblidhemi të gjithë. Do mblidhen gjithë sepse është protesta madhe e Partisë Demokratike që është dhe kjo fushat që po bën dhe lideri i dytë. Zoti Berisha, lutem. Jepi. Zoti Basha që po bën këtë Zoti Berisha, lutem. Jo, është ja këngë lutem. Jo, duhet ai që ciklet sepse ka të lutem. Do t'i bëni embargo këtyre striptistave me ngjyrë që vinë na shqetësojnë natën. Kur të vinë në pushtet. Kastraveci do jetë vetë një loj argëtimi për 8 marsi. Bravo. Shqyr. Do ketë më mish komari. Dhe Kastraveci do jetë me tolona. Me tolon? Po. Dhe me riska. Me riska, jo i plot. Shefti e pasja. Ska risk. Ska risk, mis gomarit jo, ha? E me Kastravecin. E përdor. Po. Pre feta vërë kësyt. Tre përdorim. E përdor, pre me riska vërë kësyt. Po, relax. Mbas. Të shtunën. Në datën 18. Po. Zoti Bekov Kamzën. Sepse nga aty do filloj lëvizja për çlimin e Shqipërisë. Me në kryen Xhelal Ziun. Aty të filloj lëvizja socialiste? Jo, lëvizja demokratike. Lëvizja demokratike për integrim. LDI-a? Me në kryen Xhelal Ziun. Ka për partitë e Xhelal Ziun. Kushuria ki Xhelal Mbarrin. Xhelal Ngjyra. Pra në tipujt magjik të këngëtares Greta Koçi. Që të ditë feston 16.6 vjetorin e saj. Pas ka bërë 6 muaj për shumë. 16 vjeçët. Si drejtojmë qendrës, të shkatrojmë
spikalimin e Casa Italias. Qa thua më? Po! Si jo? Nga ti më? Po pse nga shkatos spikalimin, molla? Nga ti pim? Sepse na pengon pamjes. Po nga ti pim, zoti Berisha? Pire nga kapta, pa skuqan, pa pru Alias shkolle bashkume, o qak porcelan, qamlik, unas, o këtë prërit! Ka në zero la protest madhështore. Shef të Tiranën. E shem Bigalimi dhe i bia ne pasaj. Shef gjithë Tiranën. Gjithë Tiranën gjatë. Kushtë të rikë prëri, të futimi të gjithë në lanë të freskohemi pak. Lanë. Uj bio lane! Pse do silli uj bio lane? Po! Lana do jetë pishme, e pashme dhe pushme! E pishme, dhe pushme! Miru pyrë! Ika se mëtoni qaka hunët! Aj shumë sa mërtite! Miru pashim zoti Berisha, miru t'i gjofshim! I rikthehemi në studio mbas kësaj telefonate të shkëlqyer që patëm. Se performanca. Ato usar që Viktor në fond gjej sigur. Ato ka marrë punën e njërë dhe është ma e picika. Pishme, pashme. Dhe pushme. Dhe pushme do jetë lana në 18 shkurt. Do pra do vi uj pishme, pashme dhe pushme. Bravo, që kështë një premtimi fort, e? Shumë fort. Se ka bërë Aserion Velia, se lirë se ka bëgë Mirë, Flori, lexoj këtë mesazhin se njëri tjetri. Okej, ta lexojmë mesazhin e fundit. O çuna gëzuar ditëlindjen Andi. Bravo. E mbyllim. Okej, e ke atë UEFA Champions League që ta mbylli Shako? UEFA Champions League. E lëm sot Shako se është duke shitë atë sa Shako. Shako. Javës tjetër. Mi pra e mbyllim për sot, por e mbyllim sot për të martën, sepse javës tjetër do takojmë për kurën. I themi gjithëve sa më shumë dashuri, hajde Shako. Gëzuar se Valentini. Sa më shumë dashuri, dhënësi dhe mersi sot në këtë ditë. Mersi, fut, mersi, dashur miqe. Po, nuk ka rësi. Ju përmendem që dëgjuat 2 orë të super emision. Të shite. El Clasico. Nuk e shita. Ishen tratativa për të ma blerë FK Sukthi, nuk ka të Savicevici. Ndryshë ka të tjera që është Vini, Indri sot është Vini, vërëndërëm dhe Vini që ishte pjesë e këti emisioni, Vini, Flori, Adi Salcano, i lënë takim të mërkurës tjetër, dhe mos harroni, bëni dashuri me kapuç, puç!